بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. Preferohet dhe pëlqejet që të hyjet në Kabe për haxhit dhe për jo haxhit dhe me u falë në të dhe me u lut në të gjitha qoshet e saj. Normalisht ka qenë situata më e thjeshtë kur nuk ka pas kaq shumë ngarkesë njerëzore. Ka qenë shumë e thjeshtë situata. Ka qenë ai fisi Beni Shejbe që e majshin Chelsin, e hapshin derën e Kabes. Njerëz pak dhe futeshin në Kabe, u shiste për namaz për shembull. Mirë po, kohat kanë ndryshuar faktikisht edhe është e vështirë që kjo të ndodhi për shkak të trafikut të madh njerëzor. Nëna besimtarëve në një hadith e ka pyet pejgamberin alayhis salam për të futmen në Kabe. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu falet tek Hijr Ismail, tek ai muri që është gjysmë muri, futet aty brenda, e merr sevapin sikur është fal brenda Kabes. Kështu që përdesa s'është mundësia me hyrë në Kabe, të paktën nëse është mundësia me u fut tek ajo pjesë aty, do ishte okay. Jo, vetëm në ikra është ajo. Po, në gjitha krahat mund të falesh aty. Po zakonisht njerëzit drejtohen nga Kabja, që mos ketë, si do thon kështu, mos bëhet konfuzion. Po aty mund të falesh edhe kështu, se je në Kabe. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah wa Usama ibn Zayd wa Bilal wa Uthman wa Talha al-Hujabi fa aghlaqaha alayhi wa makatha fiha. Abdullah ibn Umar tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është futur në Kabe dhe bashkë me të është futur Usama ibn Zayd, Bilali radiyallahu anhum, Uthmani ibn Talha al-Hujabi dhe e kanë mbyll derën. Pastaj thot Abdullah ibn Umar e pyeta Bilalin kur doli prej Kabes. Çfarë bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty brenda, pra mos u fut në Kabe, çfarë bëri? Tha Bilali e la kollonën nga e majta e tij dhe kollonën tjetër nga e djathta e tij, pra u fal mes dy kollonave të Kabes. Kabe ka dy kollona në mes. U fal tha mes dy kollonave. Dhe kollonat e tjera ishin mbas tij. Ndërkohë që Kabja brenda aso kohë kishte 6 kollona. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon se kur fut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Kabe, është lutur në të gjitha qoshet e saj. Dhe është falur mbasi doli prej saj. Pra kemi hadithin e Bilalit që thotë është fal, dhe kemi hadithin e Abdullah ibn Abbasit që thotë ka bërë dua por nuk është fal. Në këtë rast kush merret si argument? Hadithi i Bilalit, sepse Bilali ka qenë me të. Po një hadithi i Ibn Abbasit, ngjarje tjetër. Në një rast tjetër, është fut ka bërë dua, po s'ka fal namaz. Kur ka dalë nga Kabja, ka fal namaz drejt Kabes dhe ka thënë hadhihi al-qibla, kjo është kibla, drejtimi për të fal. Gjithashtu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu tregon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri umre, bëri tawaf rreth Kabes, u fal mas mekamit Ibrahim 2 rekat dhe dikush e pengonte nga njerëzit. Pra rritet dikush përpara që mos i kaloshin njerëzit. Dhe i tha dikush o pejgamberi i Zotit, a do të futesh në Kabe? Tha jo. Pra futja në Kabe nuk është obligim, nuk është detyrë, por është diçka e pëlqyer dhe e preferuar.